Territori shqiptar për datën 23 dhjetor 2025 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të paqëndrueshme, duke sjellë mod kryesisht të vrenjtur dhe reshje shiu në pjesën më të madhe të vendit. Paraditja do të karakterizohet nga vranësira të dendura, ndërsa pasditja dhe mbrëmja do të sjellin reshje shiu më të theksuara në zonat qendrore dhe jugore të territorit. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 2 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale të arrijë deri në 15 gradë Celsius në zonat e ulta dhe bregdetare. Gjatë ditës priten shumë pak intervale me diell, kryesisht në zonat e izoluara. Era do të fryejë lehtë deri mesatare nga drejtimi juglindor me shpejtësi 3 deri në 5 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët deri mesatar rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 23 dhjetor 2025 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë më 23 dhjetor do të jetë rreth orës 6:57, ndërsa perëndimi rreth orës 16:22 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 7 deri në 12 gradë Celsius. Kukës, 6 deri në 10 gradë Celsius. Peshkopi, 5 deri në 10 gradë Celsius. Tiranë, 11 deri në 14 gradë Celsius. Durrës, 9 deri në 15 gradë Celsius. Kavaj, 9 deri në 13 gradë Celsius. Elbasan, 9 deri në 15 gradë Celsius. Berat, 8 deri në 13 gradë Celsius. Korç, 2 deri në 5 gradë Celsius. Vlorë, 10 deri në 14 gradë Celsius. Gjirokastër, 7 deri në 12 gradë Celsius. Sarandë, 10 deri në 15 gradë Celsius.